Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'il anbiya illahi wal mursalin. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të sidhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Disa njerëz, edhe sikur qielli të bie mbi tokë, nuk e përulin zemrën dhe nuk besojnë, sepse brenda tyre ka errësirë dhe ngutësi që u mbyll dyert e udhëzimit. Këta njerëz mund të recitojnë Kur'anin me gjuhë, por zemrat e tyre mbeten larg ajeteve të Allahut dhe shpirti i tyre mbetet larg pasurive të kuptimeve dhe larg dritës së udhëzimit hyjnor. Allahu i madhëruar e përshkruan këtë realitet dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim. A nuk meditojnë ata mbi Kur'anin, apo zemrat e tyre janë të kyçura? Ajeti 24 i surës Muhammad. Ky përshkrim tregon se problemi nuk është tek mungesa e dijes, por tek mungesa e përulësisë, sinqeritetit dhe pranisë shpirtërore. Të nderuar dëgjues dhe shikues, le të ndjekim së bashku tashmë ajetet e përzgjedhura për ditën e sotme nga Kurani familjar dhe të ndjekim 7 ajetet e para të surës Bekare. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Elif Lam Mim. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërrëfyes për të devotshmit, të cilët besojnë në të fshehtën, falin namazin dhe japin nga ajo që u kemi dhënë ne. Dhe për ata që besojnë në atë që të është shpallur ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në atë që është shpallur përpara teje dhe që me bindje i besojnë jetës tjetër. Ata janë udhëzuar në rrugë të drejtë nga Zoti i tyre dhe pikërisht ata janë të shpëtuarit. Sa për ata që mohojnë, njësoj është, i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Allahu i ka vullosur zemrat dhe veshët e tyre, ndërsa në sytë e tyre ka mbulesë, ata i pret një dënim i madh. Të nderuar dëgjues dhe shikues, pasi ndoqëm së bashku ajetet e përzgjedhura për ditën e sotme, që flasim rreth urtësisë së Kuranit, i cili është udhërrëfyes, është dritë për besimtarët dhe ndriçuesi i zemrave tona. Për ditën e sotme pikërisht për Kuranin familjar do të flasim. Do të flasim për urtësinë e tij. Do të flasim se Allahu xhaleshanhu Kuranin familjar na ka caktuar që ta lexojmë, të përkushtohemi në të dhe të jemi pjesë e atyre njerëzve të cilët ecin në jetën e tyre me dritën e tij. Ne duhet t'i afrohemi Kuranit me zemër të hapur, sepse ai është burimi i urtësisë, thesari i dritës dhe udhëzuesi i çdo rruge që njeriu e çon dhe nxjerr nga errësira drejt dritës. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë se Bismillahirrahmanirrahim. Me të vërtetë, ky Kuran udhëzon drejt asaj që është më e drejta. Ajeti 9 i surës Isra. Ky ajet na kujton se Kurani nuk është thjesht një libër fjalësh, por një dritë që shfaq të vërtetën më të pastër dhe të drejtën më të lartë. Ai i orienton zemrat drejt rrugës së maturisë, drejtësisë, mëshirës dhe pastërtisë së shpirtit. Çdo ajet që zbret për ta ngritur njeriu, por për t'ia ndriçuar mendjen dhe për ta mbrojtur nga shtrembërimet e kësaj bote. Allahu e plotëson këtë urtësi kur thot: Bismillahirrahmanirrahim.
Ne, po e shpallim nga Kurani ato që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Ajeti 82 i surës Isra. Sa madhështor është ky premtim hyjnor. Kurani nuk është vetëm udhëzim, por është dhe balsam që shëron plagët e zemrës kur është e lënduar, heq brëngat e shpirtit dhe jep njeriu të forcë kur ai bota e ka lënduar dhe i ka rënduar shpatullat e tij. Fjalët e Kuranit famëlar, të cilat janë fjalët e Allahut, janë ilaç për shpirtin, janë qetësim për shqetësimet, është dritë për zemrat e lodhura dhe mbrojtje për ata që i afrohen me besim dhe sinqeritet. Kështu pra, Kurani bëhet udhërofyes, shërues dhe mëshirë, një dhuratë hyjnore që nuk shuhet dhe një dritë që nuk zbehet kurrë. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: Kurani është drita që kurrë nuk shuhet, udhërofyesi që nuk e çon njeriu në humbje dhe ilaçi që nuk gabon në shërimin e tij. Kur zemra hapet për këtë dritë hyjnore, gjoksi i njeriu zgjerohet, shpresa ringjallet dhe besimi bëhet i palëkundur. Kur njeriu zhytet në epshe, në dëshira boshe dhe në kënaqësitë e kësaj bote, ai largohet nga Kurani dhe zemra i ngjan një pasqyrë e cila s'ka reflektim, është mbushur me pluhur dhe që nuk reflekton dritën hyjnore pa dritën e Allahut xhaleshanhu. Allahu për këtë ndodhi thotë se Bismillahirrahmanirrahim. Ai është ai të cilit Allahu ja ka hapur gjoksin për Islamin dhe ecën në dritë nga Zoti i tij, i njëjtë me atë që zemra i është ngutësuar, ajeti 22 i surës Zumar. Dhe ky ajet na tregon fare qartësi që nuk është i njëjtë ai i cili ka pranuar udhëzimin dhe ka hapur zemrën dhe shpirtin e tij për të ditur rreth kësaj feje dhe për të mësuar rreth argumenteve të Allahut, asnjëherë nuk përngjason me atë person i cili edhe pse dëgjon bën si i shurdhër, edhe pse shikon por bën si i verbër ndaj argumenteve dhe fjalës së Allahut. Dhe pikërisht këtij personi të dytë, ky i cili nuk pranon udhësimin, i është ngutësuar zemra dhe nuk është i njëjtë me atë të cilën e ka pranuar udhësimin e Kuranit famëlar. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na thotë: ky Kuran është këshilluesi më i sinqert, udhëzuesi më i qëndrueshëm dhe ai që nuk të mashtron kurrë. Nëse zemra nuk përfiton prej tij, problemi nuk qëndron tek drita ka depërtuar apo jo, por tek pasqyra e njeriu që e ka lënë të errësohet nga mëkatet e kësaj bote. Fatkeqësisht, në ditët e sotme hasim një problem shumë të madh në botën islame, ku janë larguar nga themeli dhe kanë hequr dorë nga Kurani famëlar, duke u mjaftuar vetëm me një recitim pa reflektim, me një dëgjim pa meditim në të dhe me zbukurim pa zbatim. Pra mbajnë Kuranin si një dekor në shtëpitë e tyre fatkeqësisht. Kur e lexojnë vetëm gjatë muajit të begatë të Ramazanit dhe nuk reflektojnë nga fjalët e Allahut xhaleshanhu, nuk marrin mësim. Dhe kjo sjell dënimin e tyre fatkeqësisht. Allahu paralajmëron dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim, kush largohet nga përkujtimi im, ai do të ketë jetë të vështirë. Ajeti 124 i surës Taha. Pra historia e civilizimit islam është dëshmi se sa herë muslimanët u kapën fort pas Kuranit, u ngritën në dije, në moral dhe në drejtësi, dhe sa herë e lanë pas shpinën, u përplasën në përçarje, dobësi dhe humbje të nderit. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: askush nuk do të humbas kur të kapet me Kuranin, dhe askush nuk do të shpëtojë kur ta braktisë ata. Edhe shkenca moderne, me gjithë kufizimet e saj, ka nisur të zbulojë ndikimin e jashtëzakonshëm të leximit kuranor. Studime neuroshkencore tregojnë se tingulli i Kuranit ul frekuencat e stresit, qetëson sistemin tonë nervor dhe stabilizon ritmin e zemrës. Në një studim të realizuar në rezonancë magnetike, u pa se recitimi i ajeteve të Kuranit aktivizon zonat e trurit që lidhen me fokusin, qetësinë dhe ekuilibrin emocional.
Kjo tregon se Kurani nuk flet vetëm me shpirtin, por edhe me natyrën tonë biologjike, fizike dhe strukturën tonë të trupit. A nuk është kjo një shenjë e qartë dhe një argument hynor dhe argument i Allahut xhaleshanhu për ne? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kurani është litari i fortë i Allahut, i shtrirë mes qiellit dhe tokës. Kush kapet prej atij nuk do të devijojë kurrë. Ky hadith i bekuar na zbulon madhështinë e lidhjes që Kurani krijon midis njeriut dhe Zotit të tij. Ai nuk është thjesht një libër për të lexuar, por një urë hynore, një lidhje që e mban njeriun të qëndrueshëm mes dallgëve të jetës dhe ngre shpirtin drejt dritës së përjetshme. Të kapesh pas Kuranit do të thotë të kapesh pas sigurisë, pas drejtësisë dhe pas së vërtetës që kursesi nuk lëkundet. Ai është mbështetja që nuk kaputet, udhëzuesi që nuk gabon dhe mbrojtësi që kursesi nuk të mbraktis. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: Kurani është marrëveshje e Allahut me robën e tij. Njeriu nuk duhet ta lexojë si një tekst i zakonshëm, por si mesazh që Zoti ja drejton atij në çdo ajet. Dhe Imam Bakiri paqja qoftë mbi të na thotë: lexo Kuranin me zorin tënd, sepse zëri i bukur e stolis Kuranin. Kush e merr Kuranin si shok të nderuar dëgjues dhe shikues, si këshilltar dhe si udhërrëfyes, ecën në një rrugë të ndriçuar dhe nuk bie kurse si në humbje, sepse po mbahet fort pas litarit të Zotit, që garanton shpëtim në këtë botë dhe në tjetrën. Allahu i lartësuar thot gjithashtu në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Ky është një libër që ne ta zbritëm ty i bekuar, që ata ta meditojnë mbi ajetet e tij dhe që njerëzit e mendjes të marrin mësim prej tij. Ajeti 29 i surës Sad. Ky ajet të nderuar dëgjues dhe shikues pikërisht tregon qartazi se qëllimi i Kuranit nuk është vetëm recitimi, por meditimi i thellë dhe zbatimi i tij. Dhe në fund të temës për ditën e sotme, le t'i drejtohemi Allahut me lutje, sepse zemrat e gjalla i kthehen Kuranit, i kthehen fjalës së Allahut, i kthehen udhëzimit, i kthehen urtësisë. Ato zemra të cilat kërkojnë që të jenë të qeta, të largohen nga kjo botë e errët, kthehen tek fjala e Allahut, recitojnë lutje, ngrenë dorë drejt qiellit dhe nuk lejojnë që zemrat e tyre të vdesin. Dhe thonë: O Zoti ynë, na jep jetë me Kuranin dhe na bëj prej atyre që e lexojnë, e kuptojnë dhe e zbatojnë ata. O Zoti ynë, na ringjall me dritën e tij dhe na bashko me të në ditën e gjykimit. O Zoti ynë, forco zemrat tona me dritën e tij dhe shkruaj dobësinë e armiqve të Kuranit. O Zoti ynë, na dhuro dije të vërtet, shpirt të pastër dhe rrugë drejt shërbimit të sinqert ndaj librit tënd të madhërisëm. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, i vjen në fundi emisionit për ditën e sotme, duke ju uruar mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.